Pra, Kryesia e Kuvendit nuk mund të veproj pa pasur kandidat të cilët i kanë 30 nënshkrime. Pra, kërkohet që të jenë 2 kandidat, por lejohet që të jenë edhe 3 apo 4 kandidat, sepse siç e dini, Kuvendi i Republikës së Kosovës i ka 120 deputet dhe secili kandidat duhet i ketë nga 30 nënshkrime, por një deputet nuk mund të japë nënshkrimin për 2 kandidat, pra vetëm për një. Pra nuk është koha as për përplasje, as për kërkesa të paralizueshme që e largojnë procesin nga thelbi i tij. Fryma e saj është qartësisht frymë konsensusi, asnjë palë vetme nuk mund ta bëj. Prandaj duhen diskutime të sinqerta me kërkesa të arritshme dhe jo barikada të patejkalueshme. Si kryetari i Kuvendit mirëpres diskutimet dhe takimet që kanë nisur ndërmjet partive politike. Mbështes po ashtu çdo përpjekje serioze për dialog konstruktiv mes palëve politike me qëllim gjetjen e një kandidature që bashkon. Kemi për mua qëndrime të cilat bllokojnë nuk janë të mirëseardhura. Asnjëra prej subjekteve politike mendoj që nuk duhet t'i thot dikujt që është vetëm kandidati im partijak, mi siguro ti nënshkrimet e ma siguro dhe votën Kuvend të Republikës. Pra mendoj që nuk është në rregull që të mos dihet as emri, por siguroni nënshkrimet dhe votën në Kuvend të Republikës Kosovës. Mendoj që secila prej partive politike, pa paragjykim, duhet t'i braktisin qëndrimet e tilla, le të bëhemi bashk, le të mendojmë për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për interesat e Republikës së Kosovës. Kemi shumë punë përpara. Vetëm situatat e vitit kaluar në vetëvendosje ka pasur diskutime. Nuk janë përmendur emra të përveçëm, përveç se ato që i ka përmendur publikisht kryeministri Kurti. E rëndësishme edhe një herë është që ta kemi parasysh secila prej partive politike që bllokadat nuk na prodhojnë asnjë të mirë, as për qytetarët e Republikës së Kosovës, as për interesin tonë si shtet. Është e rëndësishme pra që t'i kemi 80 vota në kuti në 2 raundet e para dhe në të tretin mjafton me 61. Le të jenë të gjitha palët konstruktiv, pra pa propozime apo pa tendenca për të bllokuar zgjedhjen e presidentit. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese kërkon që të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese kërkon që të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Pra, kërkesa që duhet jenë 80 vota është ndërlidhur me këtë. Pra, sepse gjykata kushtetuese i ka detyruar deputetët që t'jenë nivelin e përgjegjësisë së tyre, pra t'jenë të pranishëm dhe të votojnë. Shkuptim ka 80-shi me rastin e presidentit Pacolli, ish presidentit. Por, kjo është përsëritur edhe në aktgjykime tjera në lidhje me konstituimin e Kuvendit, që deputetët duhet jenë aty dhe të votojnë. Prandaj, kërkesa që 80 vota duhet jenë kuti, pavarësisht për kundër apo abstenim në 2 raundet e para, ndërlidhet me këtë, që është detyrimi i deputetëve që të jenë. Jam kryetare e Kuvendit. Falenderoj deputetët për mbështetjen, as nuk është përmendur, as nuk do të përmendet.